Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fjalët më të mira të Allahu xhelleshan janë katër. Fjalët më të mira të Zotit janë katër. Subhanallah. Çka do të thonë fjala subhanallah? I thua Allahut, o Allah, ti je i pastër, pa të meta, për dallim prej neve, që ne njerëzit kemi të meta. Na vjen gjumi, i na und, bëjmë gabime, bëjmë atë, bëjmë ketë, kurse i thua Allah subhanallah, ti je o Allah, pa të meta, nuk ka njeri tjetër i cili është pa të meta për pas teje. Thot ti je pa të meta. Elhamdulillah, fjala e ditë thot elhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Që këto katër fjalë janë fjalët më të mira që i don Allahu xhelleshanu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur shkon në Isra dhe Miraj e takon Ibrahimin alayhi salam. E Ibrahimi alayhi salam i thot pejgamberit, o Muhammed, çoj selam ummetit tan, çoj selam ummetit tan, se xheneti ndërtohet me këto fjalë. Cilat janë ato fjalë? Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Çoj selam ummetit tan se xheneti ndërtohet me këto fjalë. Nëse ti don me ndërtu xhenetin tan, andaj thuj këto fjalë, sepse me këto fjalë Allahu xhelleshanu ka me ta ndërtu xhenetin. Tregohet një rast me Sulejmanin alayhi salam, gjeni mirë. Me Sulejmanin alayhi salam, ju e dini se Sulejmani alayhi salam ka qenë pejgamberi i Allahut, djali i Davudit alayhi salam, i cili ka ecë me ushtrinë e vet në përqiell, e ka urdhnu zallin, e ka urdhnu rejat, edhe u ka bo sikur se tepik, edhe ka i bito, edhe ku ka dash ka udhëtue me caktimin e Allahu xhelleshanu. Ky ka qenë mucize i Sulejmanit alayhis salam që Allahu ja ka dhënë vetëm këtij pejgamberit të Allahut. Në ditë për ditëve Sulejmani alayhis salam del me ushtrinë e vet për me shku në Indi. Me një me një qytet tjetër apo vend tjetër, shtet tjetër, edhe del në kohën e sabahut. Ku del ka pas reja, në të mjegla, edhe s'ka mujt me pas se çka ka në tokë, po edhe ai cili në tokë ka qenë s'ka mujt me pas çka ka në qiell. Edhe pasi del dilli, e shef Sulejmanin alayhis salam, një njeri ka qenë i cili katonar, i cili fshatar apo bujk, i cili e ka prashit apo e ka punu tokën e vet. Edhe në çat mëngjes e shef Sulejmanin alayhis salam duke udhëtue me ushtrinë e vet, me ato ministrat, me ato deputet që i ka pas, udhëton për me shku me një vend tjetër. Edhe ky i ngrati duke punuar tokën edhe e thot një fjalë, edhe nuk jam nën veshin asaj fjale. E thot një fjalë, thot subhanallah. Thot Allahu xhelleshanu, thot sa pasuri i ka dhënë këtij pejgamberit Allahu xhelleshanu. Edhe Sulejmani alayhis salam çdo herë ka lutur Allahun dhe i ka thonë, o Allah, më jep një pasuri që mos të kenë qatë pasuri ata pasardhës që do të vinë pas meje. Do të një pasuri të madhe. Edhe Allahu xhelleshanu thu që i ka dhënë Sulejmanit pasuri që s'ka pas asnjë pejgamber të Allahu xhelleshanu. Edhe ky njeri lakmon në pasurinë e Sulejmanit alayhis salam, po e thot një fjalë subhanallah, o Allah, ti je pa të meta. Ti i përsosur. Ne kena të meta. Edhe kjo fjalë ngritet në qiell. Se shikoni, fjalët e mira thot Allahu xhelleshanu, ilehi yes'adul kalima tayyib. Ta Allahu ngriten fjalët e mira, wal amalu salih yarfa'u, edhe Allahu i ngrit punët e mira, shkojnë te Allahu xhelleshanu. Kjo fjalë shkon te Sulejmani alayhis salam. Fjala subhanallah. Edhe Sulejmani alayhis salam e ndal ushtrinë e vet. Thot zritni tokë. Kur e shohin atë bujkun i cili e ka punuar tokën, atë fshatarin, katonarin, atë njeriu i cili është marrë me tokën, thot çka thove? Thot jo, thot nuk thash një send, vetëm lakmovën pasurinë tënde, edhe që Allah të ka dhonë qash pasuri, edhe thash një fjalë subhanallah, i patmeta, i përsosur është vetëm Allah xhelleshanu. Sulejmani alayhis salam thot, e dini, dhe ç'kjo fjalë, ti çka e thue, çka e thove, është më e mirë se pasuria ime. Më e mirë se çka ka në dunjë dhe çka ka në ta. Pra thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai cili e thot
Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, është më e mira se çka ka në dunjë dhe sa është dunjoja dhe çka ka në ta. Më e mirë se dunjoja dhe çka ka në ta janë këto fjalë të më të mira të Allahu subhanahu wa taala. Andaj Sulejmani alayhis salam po do neve më na kallëzu se fjala subhanallah është më e mira se krejt pasuria çka një njeri e ka në dunjë. Pastaj thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, kelimetani janë dy fjalë të lehta në gjuhë. Janë tranda te Allahu xhalleshanu, janë të dashura tek njeriu. Thot cilat ato fjalë? Subhanallahu wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Çfarë dy fjalë? Te Allahu te gjuha njeriu janë të lehta. Te Allahu janë tranda, ama te njeriu janë të dashura, edhe thot mos i lini asnjë fjalë. Pashtu thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, kush e thot subhanallahi al-azim wa bihamdihi. Shikoni? Subhanallah al-azim wa bihamdihi. Thot kush e thot këtë fjalë e ka mbjell një pallë në xhenet. Një pallë në xhenet. E dini sa është pallë në xhenetit? Thot pejgamberi alayhis salatu wasallam 100 vjet me hec me kali s'mundesh me i dal në çosh hijes së pallës. Një pallë në xhenet. E dini ju një rast në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasallam ka qenë një baçe. Edhe midis baçës, një gjysmë e baçës ka qenë një sahabijut, gjysma ka qenë një tjetër. Po midis hudutit ka dalë një pallë me hurma. Edhe ki thot është e jemja, ki koshia thot është e jemja. Edhe shkojnë në kohën te pejgamberi alayhis salatu wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush jep njëri tjetrit ka me pas tash më ia fal, se dojmë i mnuat hudutin atë penin. Po ai hudutit po ma qenë kanë në mes kufinit, as të kjo, as të ajo, gjysma të kikoshia, gjysma të koshia tjetër. Po thot kush e falë, që këtë palmën, njëri tjetër të jep, Allahu kam ja dhon një palmë në xhennet. Ki njëri thot as njëri s'jep, thot jo palma ime, kjo tjetër thot është palma ime. Derisa Abu Dahdaja, radiallahu anhu, një sahabi, kur e merr vesh e ka pas një baçe në Medinë me 600 palma, me 600 hurma, me 600 drume e hurma. Edhe kur e shef që kur e nin fjalën e pejgamberit alayhis salatu wasallam se kush e jep sadaka që ka me pas një palmë në xhennet, që ajo palma me kal me hec sa 100 vjet s'mundesh me e kalu. Edhe shkon këtij njonit për kushive thot apo don çat hurmën teme me ta dhon me 600 palma që falja këshistan që ai ta boja hudutin si duhet. Ai gëzohet thot ai kin përlime këtë punë, ajo, ai mos i të boshok. Jo thot, e kam përlime. Po duhet me t'i dhon çat baçën teme me çat shtëpinë teme edhe plus 600 palma me ta dhon ty, sepse e kam një pejgamberin alayhis salatu wassalam, se thot kush e jep një palmë në dunjë, Allahu kam ia dhon një palmë në xhennet. Një palmë me hurma në xhennet. Edhe kjo e merr atë palmën, e merr atë shkon te thot po e bën dakon. Me shku me marr këtë atë baçën e Abu Dahdas. Shkon Abu Dahdaja edhe te e shef gruën e veten te baçja. Thot o Umu Dahda, o nana e Dahdas. Thot del nga baçja sepse ja kom shit Allahu xhalleshanu. Këtë baçë thot ja kom shit Zoti tem. Umu Dahdaja thot lum ti çfarë tregtie ke bo në dunjë. Tregti më të mirë thot s'ke bo thot në dunjë se ke bo tregti me Allahun xhalleshanu. Muslimane e sinqert e ka ditë se e ka dhënë sadaka krejt. Dele Umu Dahdaja, fëmijët e saj i kanë pas do hurma ndo që i kanë put për mjongër, i merr nona e saj, baba e vet, i merr edhe i gjun thot këto hurma nuk janë tona, sepse këto hurma janë të Allahu xhalleshanu. Edhe i shkon kujshis thot baça jeme të koft, ti jepi atash kujshis edhe ta boje hudutin si duhet. Shikoni, një palmë Abu Dahdaja 600 palma i ka dhonë për një palmë në xhennet. E ti sot Allah ta mundson ty vetëm me thon subhanallahu al-azim, subhanallahu bihamdi. Subhanallahu al-azim wa bihamdi. Nëse thu këtë duan e kije një palmë në xhennet ditën e Kiametit. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush thot subhanallahu wa bihamdi 100 herë,
Allahu Gjellëshanu kam ja falë gjunahat sa t'jenë shkuma e detit. E keni pa shkuma e detit? Në herë kum lidhet, thu që ti, ndoshta s'ka pesh, po qatë që në shkuma e detit në për vende ku kum lidhet e shkuma, qatë që gjunaha Allahu Gjellëshanu t'i falë, nëse ti thu subhanallah wa bihamdi 100 herë gjatë ditës.